zgjidhje konkrete, taksat e veturave jashtë Prishtinës. Si shëni në pjesë? E para tani më nuk jemi të niveli idesë. Kjo është një listë legislative në nivel lokal. Pra ka kalu nivelin e idesë. Pajtona që kjo ka qenë një ide ka hershme, ndoshta e ka lënë në një dekadë. Mirë po, granti shtesë për kryeqytetin ka filluar nga viti 2018. Ka që ideja për taksë nga viti 2012. Dhe nëse ideja për taksë pas ka qenë nga viti 2012, e granti shtesë ka fillu të implementohet nga viti 2018, atër lënë me kuptu që Komuna e Prishtinës një lloj kompenzimi për problemet që i ka fillu të marrë. Mirë po problemet nuk kanë zgjidhur, problemet kanë vazhduar në besin, do se hyrat për Prishtinën kanë filluar të rritë. Pra, Komuna e Prishtinës duhet të filloj të shohë metoda e forma që janë më kreative, më inovative. Nuk them që taksa nuk mund të jetë njëra prej tyne, mund të jetë, por jo duke krijuar diskriminim. Jo duke propozuar praktika e politika diskriminuese e favorizuese. Sepse natyrisht që kjo pastaj krijon ose mund të krijojë efekt domino. Ta zonë që ka nëse fush Kosovë vendos një taksë tjetër. Që doli ndoshta në formë ironie, ose sarkazme, por me gjithat doli. Nëse në Prishtinë mund të hymë edhe atëherë, në fush Kosovë do të jepi 20. Pra që ka nëse fillon, fush Kosovë ta aplikon një formë tjetër. Obiliqi nëse Graçanica e kështu me radhë, pra do të fillon një lloj kantonizimi Kosovës ose i qytetarëve të Kosovës, varësisht nga ku është. Parim Roma do ta kuptojë një gjë. Kryeqyteti nuk është vetëm i Prishtinës. Kryeqyteti është i shtetit Kosovës. E në kryeqytet vijnë kryeshërbime administrative, akademike, sportive e tjera të gjithë qytetarët e Kosovës. Sepse për atë arsye është kryeqyteti i Kosovës. Dhe pra nuk Prishtina nuk i takon vetëm Prishtinës. Për atë arsye është kryeqyteti gjithmonë ka një risk të zhurmës, të turmës, domethënë e kështu me radhë. Dhe kjo është gjithandaj, jo vetëm tek rasti jo. Zoti Sali, falenderoj.